Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës, i cili gjithashtu po realizohet në terren. Ne, kësaj radhe, vendosëm që të vim dhe të vizitojmë Spitalin Klinik të Tetovës për të takuar këtu me doktor Valon Hasanin, kardiologun, i cili njërit është edhe shef i repartit të kardiologjisë intravente. Se çfarë do të thotë kjo, ne do të mësojmë në vazhdim, por ne bashkë domethënë me ekipin e Provitës ose më saktë me kameramanin Valonin, qëlluam këtu derisa dhe doktor Valoni pat një intervenim, për cilin menduam se ishte i lehtë, për ja që doli që është diçka më serioze, po për atë se çfarë krejt cilat trajtime i ofrojnë në këtë repart dhe ku ka mbri, sa është avansu prej momentit të fundit kur kemi qenë neve, ka besa ca vite që nuk kemi vizituar këtë repart, do të mësojmë nga shefi repartit doktor Hasani. Doktor Valon, faleminderit që na pranove, motiko nuk jemi parë, por megjithatë për shoh që qenë ka avansu spako ky repart në Spitalin Klinik të Tetovës. Ju gjetëm duke intervenuar, por le të fillojmë si çdo ditë, po. Le të fillojmë me atë që ky spital, ky repart ka 6 kardiolog, kishte teknikët, personelin teknik të mjaftueshëm, ndoshta mungojnë ca personal tjetër i mesëm, por për atë me të vërtet do ju lej juve që të sharoni. Le të fillojmë fillimisht me atë që për momentin ju flenë në zemër më së shumë ti si kardiolog, që besa ka 10 vite, një dekadë që jeni përgjegjës në këtë repart. Pikës pari mi sërdet në shtëpin tonë, duhen edhe gjithë pacientëve të cilët trajtohen, jo vetëm të Tetovës, ne me sa e maj mentune para disa viteve, atë jenë 8 vite më shumë, kur kemi bërë promovimin e qendrës, se ka bërë 10 vite qendra që funksionon dhe me thonë 24/7, kemi pas disa targete që t'i arrim në këtë punën tonë, dhe me thonë kur kemi fillu, se qendrat për kardiologji intervente hapen edhe më shpesh mbyllen se sa hapen edhe rinë të hapura, por ka qenë shumë e rëndë, dhe me thonë që të mbahet në kontinuitet dhe në vazhdimsi një qendër për kardiologji intervente për shkak rëndësisë punës. Duket e lehtë, po është me të vërtet puna ditore është e rëndë edhe e mbajtja në kondicione kësaj punës. Ne atëherë dhe me thonë kemi pas disa targete të arrim, Tetovën të bëjmë si qendër rajonale për intervenimi endovaskulare. E kom thonë në atë intervjuën e parë me ju, besoni se ne prej atyre targeteve të cilët i kemi vu, jemi edhe më mirë se sa që kemi pritur. Ne do ju pyesim se ku keni mbri, nga ajo që pash, do me thënë, mund të themi se jeni mirë, apo jo? Shqipni, cilat intervenime? Nuk ka fund, jo. Po në basë vendit ku punojmë, veprojmë edhe jetojmë, ne si qendër, do me thënë, edhe në basë gjitha të cilët i parë, ne kemi shkuar shumë përpara. Edhe në basë punësve të cilët i bëjmë rëndësisë, edhe hapësirat të cilët ne i dispozicionojmë, dhe me thonë, me përkrahje të Spitalit të Tetovës, dhe me thonë, na kanë dhënë në dispozicion edhe mjete, edhe hapësirat, në të cilën ne të bëjmë punën. Po, se më kujtohet atër kishit minimum hapësira, kishit pak hapësira. Kemi qenë me një salë të vogël edhe me 3 shtretër, dhe me thonë, të blokut post-intenziv të cilët trajtoheshin pacientët mas intervenimit. Tash keni 2 sala, keni pastaj 3 sala, kemi një hapësirë të madhe, dhe me thonë, gjithë kati është në dispozicion tonë, kemi 16 shtretër të cilët janë për pacientët të cilët janë vinë çdo ditë trajtohen, dhe me thonë, ato janë pacientë elektiv, si dhe gjatë ditës 24/7, pacientë të cilët vinë me raste akute. Tuke ne, dhe me thonë, trajtohen jo vetëm pacientë të Tetovës, po trajtohen edhe pacientë të Stivarit, Mavrovës, Rastushës, Makedonski Brodit. Pacientë akut, pacientë elektiv, na vinë për gjithë viseve, edhe pacientin të cilit ishit tash momentalisht intervenimi në salë, ishtë pacientë, dhe me thonë, privat, pacientë prej Kosovë. Edhe është intervenimi, dhe me thonë, i rëndë, paraqitet si intervenimi i rëndë, dhe intervenimi i trunkut kryesor të zemrës, e cila e ka rrezikshmërinë e vetë, dhe me thonë janë pacientë të cilët bëjnë përzgjedhje, janë rrugë ose të shkojnë në surgery, në intervenim bypass. Që nuk e kemi këto kardiokirurgjinë, apo jo? Jo, por ne, si zakonisht për kardiokirurgji, dhe me thonë, i lëm pacientët të zgjedhin në cilën
kardiokirurgji të shkojnë domethënë. Dhe a vendosin apo jo për vendosin ato vetë, pastaj s'u ndërhyjnë se po ishte interesant se isha aty, dëgjova domethënë normal nuk isha në sallë që jashtë, po dëgjova kur i that jeni për këtë intervenim, do ju lë hapësirë, të mendoni, të vendosni dhe tani do ju shtrim në spital. Në trajtim medikamentos, ashtu ishte. Si zakonisht vendimet e rënda duhet bien pranë familjes. Edhe ai duhet konsultohet me familjen e vet, jo ne se më të kollajshme kemi punën teknike të bëjmë implantimin e stentit, të cilën unë mund që ta bëj të mënyrë aty. Po është shumë njerëzore që vendimet domethënë të cilët janë të rëndma për shëndetin e tij, edhe pacienti nuk ishte diabetik, i cili i plotson kushtet 100% për bypass, domethënë ka hapësirë të zgjedhë cilën rrugë të shkojë, ose rrugën endovaskulare për vendosjen e një proteze, ose në bypass. Po atë vendim është mirë ta sjellë vetë. Po, një që kam pëlqeu derisa isha këtu, sinqerisht, ishte ajo që i dhat hapësirë të qëndroj këtu, qetësohet, të mendon dhe pastaj të vendosin. Apo nuk e lshuat më njëherë në shtëpi? Jo, gjithë pacientët domethënë të cilët dalin prej sallë rinë, domethënë ato janë daily patient, të cilët rinë deri në mbarim të kohës tonë derisa jemi ne këtu. Pacientët të cilët janë akut, ato trajtimin në spitale bëjnë një kat më poshtë, ku është reparti i kardiologjisë, domethënë, edhe aty mbahen, trajtohen derisa që nëse ka diçka të cilët kanë nevojë prapë për ne jemi këtu, domethënë 24/7 vim prapë. 24/7 me 6 kardiolog. Si po ja dilni, cilat trajtime u ofroni pacientëve? Jo vetëm nga Tetova, po thatë edhe vetë për rreth, por edhe nga vendet të tjera. Ne kemi fillu si një staf i vogël, domethënë prej 2-3 kardiologëve intervent, pastaj aboj 4, pastaj kemi marrë edhe 2-3 të cilët jemi të i trajnu vetë. Fatkeqësisht për këtë punë duhet pak ekip më e madhe, se çdo ditë jemi në thirrje 24/7. Ne këtë punë kemi mbulu me 2 verë, pastaj mbuleshim edhe me 3, me 4, po si zakonisht shumica e kohës tonë, domethënë kur gjithë pushojnë, ne jemi në thirrje. On call, domethënë jemi nga ditëshmëri për të ardhur në punë. Rastet të cilët nuk presen janë rastet akute. Ato raste i trajtojmë çdo ditë ne këtu, edhe trajtojmë raste edhe prej Tetovës, edhe prej Ostivarit, domethënë i bashkëpunim shumë mirë me qendrën e Ostivarit, edhe pacientët prej Dibre, prej Rustushe janë gjithë të cilët e kanë se në bazë protokoleve mjekësore, çdo pacient i cili atakohet me një sulm në zemër duhet të shkojë në qendrën më të afërt për kardiologji intervente, të cilën gjeografikisht domethënë këto pjesë na bijnë neve, atë të cilën e kishim ne për plan domethënë që kjo të funksionojë si qendër abash. Edhe mjekët të cilët bon, ne kemi si gjithë Maqedonin problem shtetnor është mungesa e motrave. Besoni është shumë e rëndë funksionohet me 3 motra çdo ditë, të cilët janë në thirrje. Është shumë e rëndë, po mirë që edhe ato e dinë se bëhet për të mirën e pacientëve edhe vinë. Edhe çdo ditë janë në punë. Se ju nuk është edhe normale çdo ditë që jesh në punë këtu, edhe çdo natë që jesh në punë këtu. Se koha kur ke një sulm nuk zgjedh të vinë orar punës. Ato janë pacientë të cilët vinë mbas dite, vinë mbrëmjen, mëngjes, vinë para mëngjesit, vinë kur e ke edhe atë gjumin më të mirë natën, ato pacientë domethënë ti mund të thirrin hajde në punë edhe fatmirësisht domethënë kemi një harmoni mirë në repart edhe funksionon ashtu siç i ka hije. Besoj, shpresoj se do kemi edhe staf tjetër, janë procedura domethënë për pranime, po nëse motra do të vi, prej nesër s'mund të futim sallë. Ai procesi këtu ke ne sallës nuk është vetëm të vijë motra. Edukim edukim. Ne kemi motra të cilët i kemi marrë, do i kemi eduku, edhe 2-3 motra tjera të cilët janë domethënë në edukim e sipër, të cilët e bëjmë punën e vet perfekt. Besoj që procedurat administrative për pranimin e atyre do i ka spitali për sipër edhe do t'i marrë për sipër që t'i pranoj edhe ajo punë të kryej. Për punën profesionale, për punën ku kemi mri, domethënë, edhe çfarë intervenime bëhen këtu, përveç procedurave të cilët janë rutinë kardiologjike, domethënë, të cilët i kemi ne punojmë shumë me raste domethënë të komplikuar, të cilët janë raste të cilët janë lezione kronike totale, të cilët shumë pak vë qendra i punojnë. Këtu ne bëhet trajtimi atyre i shpesht, si rutinë çdo ditë domethënë.
për punë tjera, dhe me thonë endovaskulare, për shkak se vetë termin endovaskular nuk e ngërthen në vete vetëm punën e kardiologjisë, po kemi edhe punën e karotideve, të cilat në çdo ditë intervenojmë, subklavia, po kemi sulmet në tru, të cilën bëjmë tromboaspiracione, kemi fillu këtu para 4 viteve. A mund të na sqaroni ndonjëherë pak më në gjuhë të popullit që kuptojmë pak më mirë, se ju tani përmendet trunin, përmendet... Trombet që formohen në zemër, do me thonë, din të formohen në çdo vend të trupit. Edhe në arteriet e qafës, e cila janë karotidet, edhe në cerebri media, e cila është në tru, edhe në pjesën e ekstremiteteve të poshtme. Lezione, do me thonë, mund të ndodhin edhe në arterien subklavia, që është arteria e parakrah. Mund të ndodhin edhe në pjesët e kamës. Gjithë të intervenime, do me thonë, gjithë të trajtime, të pacient bëhen këtu. Sot, për shembull, kishim ballon dilatim të arteries iliaka me drak ilutik me ballon me ilaç popullorçe. Para se gjithashtu kemi emision bëhet për shikuesit, për popullatën e do me thonë edhe në protokollet e reja mjekësore të punës tonë, do me thonë, jo është tashme terren edhe me çdo punën rutinore, çdo ditë të cilën e bëjmë, ne vijnë, do me thonë, ballona të cilët janë me të mbështjellura me citostatik me ilaç. Atë citostatik i cilën e ka stenti, do me thonë, tash e ka ballonat. Mbahen ato ballonat disa minuta, edhe ajo aterosklerozë e cila është kriju, do me thonë, në ato arterje, bukfalisht, do me thonë, për 3 minuta nuk është aty. Që do thotë nuk ke nevojë për stent. Nuk ke nevojë për stent, do me thonë, janë ballon. Po jo çdo herë, çdo pacient, do me thonë, i cili bëhet ballondilatim nuk ka nevojë për stent. Në rast se kemi, do me thonë, plasaritje të vogla, diseksione, mikrodiseksione, do me thonë, janë indikacion për stent edhe atyre u vëmë stent. Pacientë të cilët kanë rezultate optimale, perfekte, ato pacient lihen me ballondilatim. Benefiti i kësaj është se me pas edhe lezione tjera, do me thonë, se në vendet ku ka implantim të stenteve, chirurgët e kanë pak më të rëndë të lidhin grafte të cilët janë bypassa, nëse me ballonin, do me thonë, apëm hapësirë edhe jetë gjatësi të arterieve anatomike të cilët na ka falë vetë Zoti. Po, përmendet edhe karotidet. Edhe tani, na e sqaroni metodën, do me thonë është në çfarë gjendje vije pacienti dhe si ju e dini atëherë pra, do me thonë se cilin intervenim ta bëni. Sepse megjithatë është një farlloj intervenimi invaziv, apo jo? Se unë e pyet a mundemi për shkaqe preventive bëjmë një koronografi. Thatë jo. Për shkaqe preventive. Pa indikacione, nuk bëhet po, për shkaqe preventive me dhimbje, do me thonë pacientët të cilët kanë një anamnezë dhimbje në gjoks ose dhimbje në fort, ato pacientë të cilët pa marrë parasysh se diagnostifikimi i mëparshëm, do me thonë eokardiografia, stres testi, holteret kanë dalë pastër, në rast se nuk ndalen ato dhimbje, bëhet koronarografia. Nëse pacienti persiston, do me thonë në dhimbje, bëhet në shumicën e këtyre rasteve 90% dalën pastër. Po eliminohet edhe ai element, do me thonë, në shumë, mos e përdori atë termin se shumë herë thujnë, kemi prej, janë psikikisht të ngarkuar edhe mbarojnë këtu, po 90% të rasteve janë pacientë, do me thonë, të cilët dalën pastër, 10% të atyre pacientëve të cilët me mendojmë se s'kan asgjë, do me thonë, mund dalën për një intervenim, e cila e arsyeton, do me thonë, atë ardhjen e atij në spital çdo ditë. Po ka një të mirë, do me thonë, të pacientët të cilët vinë në spital të kene, për shkak se ne kemi në spital shumë kardiolog, po edhe qytetet tjera kanë kardiolog, janë pacientë të cilët janë të diagnostifikuar paraprakisht mirë, edhe në çdo qendër për kardiologji intervente, vetëm 1/3 e pacientëve të cilët janë në sallë janë për intervenim. Në 2/3 dalen pastër. Okej, që është në rregull, apo është mirë. Po këtu kene 50-50 i kemi. Do me thonë, diagnostifikimi i mirë i pacientëve vjen deri në rritjen e numrit të intervenimeve në punën rutinore.
edhe ai diagnostifikim si ke punët e zemrës bëhet edhe ke arteriet e qafës, ke karotidet, të cilët shkon një doppler të karotideve ku shifen lezione, edhe pastaj atyre lezioneve, nëse i përshkruan mbi 50%, 60-70%, i indikojmë për një angiografi ose karotidografi, të cilën ne si punë rutine e bëjmë çdo ditë. Nëse është për punë, në akt në cilën incizohet, domethënë se gjithë intervenimet i bëjmë transradial, dhe bëjmë edhe implantimin e stenteve domethënë në arteriet karotide. Në arteriet karotide domethënë 100% deri tash domethënë vihet vetëm stente, nuk bëhen ballonet me ilaç. Këtu për shkak se mikroemboluset ose trombet ose ato materialet të cilët mlidhen domethënë në arteriet karotide mund të shkojnë në tru dhe të bëjnë sulme tranzitore ose sulme ischemike në tru, vendoset stente. Stentet e karotideve janë stentet të cilët më shumë janë si mrezha, domethënë nuk është vetëm një kështu strukturë e stentit, po u thuajnë double mesh, domethënë ka strukturë të dy fisht, aterosklerose dhe mas, domethënë e cila depozitu në arteriet ansore, domethënë ajo e hap edhe e mleth mrenda në strukturën e vet që mos lënë që të shkëputet dhe një mikroembolus ose mikrotromb të shkojë në tru. Vinë raste të shpeshta të këtida? Vinë raste, domethënë ne në vit. Edhe a janë akuta ato? Sepse unë thash shpesh herë analiza dalin gjithçka në rregull. Kardiologu thotë rregull është, EKG-a del mirë, stres testi mirë, por megjithatë po përfundojnë domethënë. Shpesh herë edhe endokrinologu kontrollon ehon, internisti apo jo, kontrollon gjandrat edhe në fund që del gjithçka është në rregull dhe ja pacientët po përfundojnë në spitale. Në raste ehoja është e pastër edhe ajo. Po në raste të cilët janë akute të kësaj natyre janë sulmet domethënë në tru, të cilën fatmirësisht domethënë kur vjen një sulm në tru në këtë qendrën për diagnostik tundetor, i plotson domethënë kushtet se ka edhe CT-n edhe magnetin edhe angiografin në njëjtën ndërtesë, e cila e bën për pacientët shumë më të lehtë domethënë diagnostifikimin edhe trajtimin. Pastaj keni edhe neurologët për rastet bashkëpunim. Bashkëpunim perfekt kemi me neurologët, e cila nëse ka nevojë për një tromb aspiracion, ato na thinin. Ato kanë edhe protokolle tjera për punë, domethënë ato i bëjmë për zgjedhjen atyre pacientëve, ne vetëm në rastin ato na thinin ka tromb në cerebrin media, hym në sallë edhe ato intervenimin në mënyrë transradiale, domethënë hym në e kalojmë domethënë barierën e arterieve karotide, shkojmë lart në cerebrin media, vetëm bëjmë thithjen e trombit, domethënë edhe bëjmë lirimin e asaj arteries e cila është 100%. Cost benefiti këto janë raste akute dhe janë dramatike për shkak se ato pacientë vinë domethënë me sulm në tru dhe marrje të njërës prej anës, domethënë ose gjatë ose majt, varësisht se ku është domethënë trombi. Në atë moment domethënë ku ne bëjmë lirimin e arteries cerebri media ose degëve të saj, domethënë në të njëjtën kohë deri nesër pacientët domethënë në repartin neurologjik kanë domethënë tejkalim të asaj invaliditetit. Edhe kjo është shumë me benefit domethënë për pacientët, edhe për familjarët, por edhe për shtetin përgjithësi, se është shumë e lehtë funksionosh normal se sa të funksionosh si një invalid. Kjo është benefiti i krejt kësaj punë dhe të intervenimeve. Këto janë edhe si risi domethënë punën. Edhe kemi shumë intervenime domethënë tash ke pacientët të cilët janë diabetik, ke kombët domethënë. Arteriet prej iliaka deri te edhe ato po i trajtoni këto. Trajtojmë tonë në rutinë çdo ditë. A janë të shpeshta? Janë të shpeshta, janë intervenime gjata dhe të rënda. Janë të shpeshta për shkak se ato i ka më shumë depozite të kalciumit, po kemi mbledh domethënë dis shumë raste kemi fillu trajtimin e atyre pacientëve në mënyrë retrograde. Domethënë në rast se pacientët më para i shpojshin ke arteria femorale nalt te cipa e cila ishte e rëndë për pacientin, domethënë ne kemi bë shumë pacientë të cilët i kanë bë prej këmbës, prej shputës, prej gishtit madh, domethënë atje ka një arterie të vogël e cila rrugën e ka drejt lart domethënë ke femoral ka edhe kemi rezultate shumë mira të cilat i prezantojmë. Këto rezultate të cilat ne punojmë, domethënë edhe i prezantojmë pastaj në fund në ato mbledhjet internacionale që i kemi, se këto lokale rezultatet tona besoni janë
hinë në impakt global për shkak të akreditimit të qendrës për hulumtime shkencore. Kjo është rristia tjetër. Po, shkojmë me këto rastet që po i trajtoni. Doktor, a janë gjithat suksesshme? A ja dilni çdo herë? Ne mundohemi të punojmë me ndërgjegje edhe për të mirën e pacientëve. Besoni se në shumë e rëndë punësh në këtë rreth ku jetojmë ne. Një mos sukses ose një dështim do ta merr vesh gjithë bota, një sukses i madh, do me thonë, e minimalizojnë me çdo kusht. Po unë personalisht nuk vuj për atë se sa mjek edhe sa operator i mirë, jam edhe sa pacient, do me thonë, trajtohen këtu. Me marë të hinin databazën e spitalit, edhe të shifni se çfarë intervenime bëhen tetov, do të ndalen gjithë komentet për ansore, se kur kemi fillu ka pas shumë komentet tjera. Unë kom gju shumë lëshmëri të komenteve të cilët të vinë, do me thënë, në atë njerëzoren, kur të prekin, vinë të lënë shpunën me njerë. Të lënë shpunën me njerë. Po nuk kom ra në atë nivelin e komenteve të kafeve dhe mohallave, kom tentu që qendrën spitalin tetov ta bime një pozicion ku generatat pas meje do mburen se çfarë kemi lënë mbas. Unë këtë punë e bëj për mijët ton edhe për generatat të cilët do të kenë një pikë reference për sukses. Jetë, nëse mendoni se e bëj për shumë herë, kajnë edhe mbarësisht prej individit, kajnë atë suetat e veta duan të jenë mjek, do me thonë, pak me emër, pak të dale, të jetojnë atë mënyrën tjetës, besoni se nuk vuj prej atyre punë. Në rregull, ideja ishte, ose pyetja kishte për qëllim që në cilat raste mund të shton diçka. Ta themim pak më ndryshe. Në cilat raste, prandaj po ju pyet që na shpjegoni se çka mund të shkon. Shifni, se thatë është intervenim invaziv. Po zakonisht për stentime e di se kalojnë lehtë, për ndodhë që ndonjëherë komplikohet situata. Në cilat raste mund të komplikohet dhe a është komplikuar ndonjëherë? Dhe çfarë bënin këtë drejtim? Neve dini çfarë na rrit përgjegjësinë këtu, se çdo pacient i cili hyn në sallë, për çdo intervenim këtu nënshkruan se mund të vdesë. Edhe në çdo intervenim, edhe sa i lehtë që duket, një gabim me milimetre të vogla mund të shkaktoj pacientit vdekje. Në çdo qendër për kardiologji intervente në botë, do me thonë, 1 deri në 3%, do me thonë, pacientët janë të cilët janë me ka vdekshmëri në sallë. Këtu ne fatmirësisht, do me thonë, fatmirësisht deri tash komplikimet në vaja vdekje nuk na ka ndodhur. Edhe prandaj e majmë këtë punën në kondicion. Nuk do të thotë se pacientë të cilët kanë qenë këtu, kanë qenë dhe pacientë të rëndë, kanë dalë prej sallë, janë trajtu edhe pas një periudhe nuk kanë vdekë. Ajo është punë, proces normal, se ne nuk e ruajmë rolin e Zotit. Definitivisht. Po ama mundohena, do me thonë, punët të cilët i bëjmë. Ti bëjmë me sinqeritet, edhe me korektësi, edhe me precizitet medicinal, aq sa ka, do me thonë, nëse këtu i ofrohet 100% të amri. Këtë jo ke antarët e familjes tim, po këtë çdo pacient i cili vinë edhe trajtohet. Gjatë gjithë kohës, gjatë intervenimit të këtyre metodave që praktikoni, e di se pacientët janë me vetdije. Do me thonë, gjatë gjithë kohës komunikojnë dhe ushqaroni aty, apo jo? Për çdo rast, për çdo qoftë edhe për ndonjë komplikim, po edhe i qetësoni. Sa kjo lun rol bashkëpunimi me dhe besimi, ju lutem, sepse deri vonë e dim edhe ju atëherë ju kujtohet para kur u hap kjo qendër, ishte shumë pak e vizitume, sepse disi gjithë donin të shkojnë në Shkup në klinikën e kardiologjisë, apo jo, ashtu ishte atëherë. Tash, 3 atëherë deri tani. Sa u kthy besimi, sa ju besojnë pacientët, sepse kam informacione që edhe personat nga Shkupi, nëse eventualisht ndodhin jashtë Shkupit, në raste konkrete ka ndonjë sulm akut apo ndonjë problem, vinë këtu, i trajtoni edhe sërish kthehen në Shkup me gjithat mirat. Shqipni, mendoj se rrugën të cilën e kemi nisë, jemi të e mbajtur edhe mirë, edhe
trajtimin e pacientëve e bëjmë në mënyrë profesionale dhe besoj që kështu edhe të tjerët do ta mbajnë edhe mbas. Ne në vjet, domethënë, bëjmë afër 2000 intervenime, e cila nuk është pak për një qendër e zonë qendër që nuk mund të quhet klinikë kardiologjike, po është repart në spinala, në skliti. Intervenimit të cilët i bën klinika. Ne jemi shkollë e klinikës së kardiologjisë Shkup. Atë ne nuk e mohojmë. Edhe normal që kemi dalë prej aty, edhe ne pikë referencë e kemi pas timbrima. Edhe bëhemi si klinika Shkup. Edhe besoj që edhe bashkëpunimin me klinikën Shkup edhe me profesorin Kendra Kagje kemi fenomenal, edhe kjo rrugë do na çoj se ne edhe vetë kontrollojmë shumë shpesh vetën se çka kemi punuar. Mos mendoni se do punojmë edhe nuk kontrollojmë. Spitalet për rastet kur me të vërtetë i drejtoni deshat apo jo, mundoheni, po ja, që është si rasti sotit apo jo. Si është bashkëpunimi me qendrat urgjente tjera, me ndihmën e shpejtë, me klinikën e kardiologjisë në Shkup? Sa pranohen pacientët nëse i dërgoni? A ka raste kur u akthejnë? Shifni, ne pacientët tonë... Sepse ju vetëm që jeni mjek, po ju po duhet jeni edhe menaxhues, edhe koordinues, edhe... Ne rastet tona, domethënë të cilët janë për bypass ose për ndonjë intervenim tjetër endovaskular, domethënë, ne apëm hapësirë pacientët zgjedhin cilin spital ato do të shkojnë. Pacientët të cilët kanë raport CD dhe mendim prej këtu këne, domethënë janë pacientë të cilët pranohen ose në klinikën e kardiochirurgjisë në Shkup, ose në Sistina, ose në Filip Tori. Po ne nuk ndërhyjmë në përzgjedhjen atyre ku do shkojnë. Nuk ndërhyjmë për shkak se e ruajmë edhe atë punën tonë, domethënë se pacienti nesër çdo... Është vendimi i pacientit, po se në cilën klinikë shkon, po. Normal që ne i tregojmë vendet ku janë, domethënë, edhe cilët operator janë momentalisht për këto punë, nëse janë për intervenime. Bashkëpunimin, domethënë, me këto qendra e kemi shumë mirë. Nuk ka ndodhur pacienti i cili është prej këtu që të kthehet se nuk ka qenë ose nuk duhet të bëhet në intervenim ose ta lënë diçka të presë. A ka pas rast sinqerisht doktor, mendoni se një pacient nuk i del me stent, po është patjetër me bypass? Shifni, ka shumë raste, unë nuk punoj, a mund ta bëj. Jo vetëm jo, por përgjithësi si këtu nëse ka më shumë lezione, nëse ka diabet, nëse i plotëson kushtet për guidelines-a për të shku për bypass, unë e dërgojmë bypass, nuk i vendoj pacientit stenta. Çdo herë shifet, domethënë, çka është më mirë për pacientin. Edhe sa është jetëgjatësia më e madhe e ndonjërës prej intervenimeve. Nëse i plotëson kushtet, domethënë, për pacientin për të trajtuar këtu, ne në bisedim me pacientin edhe me vendim me familjarët aty, do ta bëjmë to. Nëse është për bypass edhe nuk është për stent, nuk e diskutoj atë punë edhe kundër dëshirës pacientit, do them, ju e keni domosdoshmë të shkoni të operoni për shkak se është për mirën tuaj. Nëse e presim dhe analizojmë një të ardhme. Sa ka gjasat kemi edhe kardiokirurgji në Spitalin Klinik të Tetovës? A jeni duke menduar, apo ndoshta s'ka gjasa reale dhe as që e planifikoni? Shifni, ka shumë intervenime, tash në klinik Shkup, kur kemi qenë atëherë, dhe me thonë, ideja e kardiologjisë intervente në Shkup ishte kardiologjia intervente pa kardiokirurgji, e cila ajo ide, dhe me thonë, e mbajtje dhe forcoj kardiologjinë intervente shumë në Shkup, edhe këtu është qajo ide. Në shumë intervenime ka të cilët tash kërkojnë suport për kardiochirurgjisë, të cilët neve në lëmë pakës më mbas për të avancuar edhe më shumë. Kemi shumë procedura të cilët i kumçuar në kërkesa, për shembull implantimin e valvulave të aortës, TAVI, EVAR, të cilët ne i plotësojmë kushtet i bëjmë këtu, dhe vetëm për shkak se nuk ka një kardiochirurgji afara, do me thënë na cënojnë atë punën që të vazhdojmë të avancojmë më shumë. Po me ardhjen e këtyre hirurgëve vaskular, besoj që edhe ajo barierë do të hiqet edhe do fillojmë edhe ato intervenime. Kjo është e ardhmja, do me thënë se neve normal që e kemi më lënë me një vend të ketë edhe kardiochirurgji, po sa ka forcë, do me thënë, shteti ka përballuar edhe një kardiochirurgjinë të tof, nuk e di aty, por nevoja kemi normal, që kemi musën për vend, kemi kardiochirurgji të punoj akoma më rahat sa që u puno. A do të bëhet e punë këti?
Në rregull. Shkojmë me ata pacientë të cilët do me thonë janë në moshë më të re dhe gjithnjë më tepër statistikat thonë se po përfundojnë me stentime. Çfarë po ndodh? Pse po ndodh? Çka po ndodh? Si e sqaron kardiologu këtë gjë? Ne fatkeqësisht do me thonë edhe në disa intervista tjera kom përmend se në rast se më para do me thonë para 20 viteve kishim pacientë të cilët më shpesh atakoheshin të dekatës 6, 7, do me thonë pacientë. Mosh pak më të shtyrë të themi. Ne në rutinë, në përditshmërinë tonë, do me thonë hasim pacientë të cilët janë shumë të ri. Do me thonë dekatës 3, dekatës 4, të cilët janë pacientë të çdoditshëm me një sulm, me një incident kardiovaskular. Kjo, do me thonë, na çon që të themi edhe juve që të angazhoheni, do me thonë, më shumë për një disiplinë edhe një apel ke moshat e reja për mënyrën e jetës, për mënyrën e stresit, për mënyrën e ushqimit, për mënyrën se besoni se në rast se vazhdon ky trend do kemi pacientë akoma më të ri e më të ri. Unë shumë shpesh i përmendin ato problemet, vakcinat na kanë bo, po besoni se nuk ka lidhje ato me punët e incidentet kardiovaskulare, dhe me thonë vetë ne ja bëjmë vetes çdo gjë, mënyra e jetës, pirja e duhanit, e ushqimi i shpejt, shumë gjëra, konsumimi i drogave të cilët fatkeqësisht as që flitet, fatkeqësisht nuk po flitet, po është evidente, do me thonë sa mënyra, do me thonë jo aktiviteti sportiv. Veç kësaj edhe elementi genetik të cilën çdo njeri neve mund ta mbartë, do me thonë si vetë diabeti si faktor, një faktor shumë i cili ndihmon, do me thonë, progredimit të smundjeve kardiovaskulare, vim deri në një konglomerat ditë problemeve edhe shtimi i numrit të pacientëve të cilët na vinë me incidente kardiovaskulare në moshë të re. Unë do të apeloj, do me thonë, rinis që unë nuk jam kundër daljeve natën, po jam kundër konsumimit të alkoholit pa mas, e duhanit pa mas, aktivitet sportiv, do me thonë, tujse në zero, tankohen jemi bo para televizorit, para telefonave, barem spaku një orë gjysë, do me thonë, dajnë për vetën, dalën. Një jogging deri në bajën e Tetovës ose deri në vodë në Shkup, çdo ditë që do të amante në kondicion do të eliminonte gjithë të faktorët të cilët na vinë, do me thonë edhe ashtu jeta abo shumë dinamike me shumë strese, do me thonë një orë, do me thonë, të ndajmë për vetën e vetë. Po, edhe një sqarim, doktor, kur jemi tek vendosja e stenteve. Një person, sa stente mund t'i përballon gjatë një intervenimi apo ndoshta ndahen në më tepër ditë? Si funksionon kjo? Se kemi dëgjuar shpeshherë që pacientëve i kanë vendosur 2, 3, 4 stente, pastaj ndoshta thonë edhe pak më vonë e shtyjnë terminin që të vendosen edhe më tej. Ne, do me thonë, kur ka raste akute, punohet vetëm ajo arteri e cila është kryesorja, problemi më i madh. Po gjatë intervenimit ne incizojmë edhe arterie tjera, edhe me pas probleme në arterie tjera, do me thonë, atë arterin tjetër nuk e prekim në tas për shkak të trombozës e cila është momentalisht në arterin tjetër koronare, edhe lëmë për mas një muaji. Pacientët të cilët janë elektiv, do me thonë, ato pacientë vendosen, ka drejt vendosen në 2 arterie, numri i stenteve në varet sa ka nevoj pacienti, po është absurd, do me thonë, vendoset numri i madh i stenteve. Ato pacientë të cilët janë për numër të madh të stenteve janë pacientë të cilët janë kandidat për bypass. Për shkak se ne duhet kemi kujdes në endotelin e zemrës edhe arterieve shumë, për shkak se ato bëjnë ushqimin e zemrës, e nëse ne bëjmë proteza me stente, do me thonë, automatikisht, do me thonë, kemi edhe lëshim të zemrës. Po besoj se këto janë raste kur folim saza normale, përveç ndonjë komplikimi i cili mund ndodh, ke ndonjë pacient, do me thonë, të ketë ndonjë disekcion spiral, ku duhet mbulohet ajo arteria me stente edhe vendoset numri më i madh i stenteve. Kjo është një prej opcioneve të vetme ku bëhet për të mirën momentale ad hoc të atij pacientit i cili ka ndodhur në sallë. Përndryshe, numri i madh i stenteve, do me thonë, ne
pacientë të cilët kanë 2-3 stente, janë pacientë të cilët hynë numër normal, edhe të funksionin normal. Edhe në fund të ditës, edhe me pas 3 stente, edhe me pas 2 stente, edhe me pas 1 stent, invaliditet ketë 0%. Në më thonë ato pacientë të cilët janë të stentum, janë pacientë të cilët janë vitale edhe mund t'i kryjnë punët e çdo diçme dhe çdo funksion i cili mund të jepet një jetë. Do të thonë, me shku pacienti i cili është i stentum me protokoll të punës, dalën pension invaliditor nuk mund të del, për shkak se stenti nuk e jep invaliditet, do të thonë. Ajo t'jep nëse ke ndonjë aterosklerozë në një arterie, e bësh trajtimin e asaj dhe vazhdosh jetën normal. Po. Dhe krejt përfund ju në një farë mënyrë e dhatë mesazhin e juaj, por edhe një mesazh në adresë të pacientëve të cilët vizitojnë mjekun familjar, internistin, po ndoshta edhe ordinancat kardiologjike. Sepse prap do them dikun, po bëhen ndonjë lëshim. Se ku, nuk di. Që të mos vim deri te kjo, që të vendosim stende e te kardiokirurgët. Vetëm edhe një moment për qendrën kardiologjike, i cili është moment shumë me rëndësi, do me thonë edhe për ne, edhe për stafin, edhe për kvalitetin e punës. Si në Shkup, do me thonë, edhe të top, qendra, do me thonë, për kardiologji intervente, është qendër e cila është e brendume për aplikimin edhe aprovimin e hulumtimeve shkencore, të cilët i bëjmë me partner të jashtëm, me kompani të jashtëm, do me thonë, në rase edhe këto gjitha në monitoring të departamenteve për barnë dhe për ushtim të shteteve të cilët kontrollojnë gjithë botën. Prandaj, me vetë pjesëmarrje, do me thonë, në këto hulumtime, ne dhe kemi rritë edhe ratingun e kësaj qendre, edhe çdo ditë, do me thonë, ato kolegët tonë të ri, janë, do me thonë, pacientët kene vinë në kontrolla shumë të shpeshta për shkak se na kërkojnë protokollet e punës të cilët i bëjmë, do me thonë, jo edhe një bari të cilën ne duam ta futim në për guidelines-at e reja, do me thonë, atë barin ne marrëm bëjmë në hulumtim si gjithë shkenca, gjithë ato qendrat me referencë botnore, a është, do me thonë, ky bari për të fut ajo, edhe natë e kemi rritë, do me thonë, përgjegjësi shumë madhe të punës tuk e ne. Kjo është një risi të cilën ne jemi të mbajtë, do me këto hulumtime shkencore, dhe besoj se gjeneratat e reja do ta avancojnë akoma më shumë dhe do ta brendojnë qendrën, ta vënë në pozicion akoma më mirë se sa që. Unë sinqerisht uroj suksese. Prap do thoja ma pak punë, po fatmirësisht ju kemi këtu për këto probleme. Doktor, mjeku familjar, internisti, kardiologu thotë se jemi gjithçka okay. Përderisa shumica e pacientëve ankohen për dhimbje në gjoks, të lidhura me shpinë, nuk din stomaku, lukthi, a mund të na jepni një simptom? Sepse derisa edhe bisedoj me juve, edhe derisa pash gjithçka që ka pas, edhe nuk e kam jep. Më duket që më kap ai sindromi studentora, i vi ashtu. Ka shumë dhimbje të cilët ne çdo herë i ruhen asaj majores zemrës, po mund të jetë një dhimbje shpine, një disbalans hormonal, ke gratë të cilët janë në atë kohë kur panik atak, po thonë. Panik atak edhe vetë jeta apo me strese, dhimbje traumatike, gastritet, të cilët me vërtet hapën reflektim dhimbjeve të cilët janë kardiovaskulare, por me eliminimin e gjithë të analizave, edhe në rast se nuk ndalen të dhimbje, do me thonë, prevenim i mirëfillt edhe të jem 100% i sigurt është angiografia, unë nuk eliminohet, do me thonë, barja një angiografisë. Edhe në mjekët do me thonë, edhe kardiologët tjerë për rreth, edhe kolegët, shumë shpesh në paraqiten e kam një pacient i cilët janë bërë ditë analiza, gjithë dalën pasta, po shumë ankesa ka mundësi të bërë. Sa i bite angiografia? E hoj zemrës, a koronografia? Se jam mësuar me koronografi. Paraprakisht bë me EKG, eho, stres test. Gjithçka del rregull. Gjithë ka bërë rregull, del to. Po ato raste, do me thonë 90% atyre rasteve, ne jam pacientë të cilët ndalen pastër, do me thonë atëherë i eliminojmë në punët e sëmundjeve kardiovaskulare, i thujmë, meru me ndonjë deg tjetër, dhimbje reumatike ose diçka tjetër, nuk je, do me thonë, ismo për zemrës, po jo gjithherë del ashtu, do me thonë, po edhe bërja një angiografi, një check-upi në fund të dekadës 5, do me thonë,
është mirë çdo pacient domethënë ta bëjë një për check-up në pacientë të cilët spaku kanë dhimbje të vogla edhe kanë ankesa. Te pacientët të cilët e çojnë jetën shëndetshme me s'kan kur në dhimbje. Edhe ata që kanë probleme me ritmin e zemrës ose me kardio Normal se pacientët me takikardi, aritmi. Normal gjithë ato pacientë të cilët kanë takikardia edhe aritmi, pacientët të cilët hinë në grupin e pacientëve janë është protokoll dhe guidelines i punës të gjitha atyre pacientëve të bëhet angiografi, që të bëhet eliminimi i ishemis, domethënë i aterosklerozës, si zakonisht në arterien e gjatë koronare kur ka probleme, din tapën probleme ritmike, domethënë ose takikardia, ose paroksizma, ose ekstasistola, domethënë të shpesh në gjuhën popullore çrregullimi i ritmit. Në pulsi i zemrës, atëherë domethënë duhet bëhet një koronarografi që të bëhet eliminimi ishemik. Në rast se ajo është pastër, atëherë vazhdon domethënë trajtimi me elektrofiziologji, domethënë bëhet mapping edhe shifet në çfarë natyre është ajo, është natyrës që duhet ndigjen ato mbaresat nervore të cilët hapën fokuset tjera të ritmit, ajo, po kjo elektrofiziologjia është komplet dek e veçantë e kardiologjisë e cila është në zhvillim. Doktor, ju faleminderit sinqerisht. Unë besoj shpresoj se me vitet të tëra ju pres t'jeni mysafir në provita drejt për të qenë aty edhe parashikuar, po duke ditur se jeni me të vërtetë të ngarkuar, sepse ju vizitoni edhe. Ja, fjalën që mas 10 vjetëve do vi. Si jemi shumë dëshiratë. Në herë në 10 vjetë shifemi, kështu që mas 10 vjetëve do vi. Ishte kënaqësi, ju faleminderit. I mos harroni, vitet iken shumë shpejt. Pastaj besoj që deri në atë kohë nuk do kemi nevojë. Kemi ndonjë intervenim nga ana juaj, po mirë që ju kemi. Ishte kënaqësi për këto dhëna, ju uroj suksese. Them çdo herë më pak pacient, dhe Zoti po shqyrë që dhe vjen mirë që ju kemi. Ishit të mirëseardhur, repartin tonë jeni të mirëseardhur si çdo herë në funksion edhe në të mirën e pacientëve të cilët. Unë prapë do ju pres pas një viti në live. A ju mund të thoni për një dekadë. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Ishim bashkë këtu me kardiologun Valon Hasani, i cili është këtu 24/7 për gjithë pacientët që kanë probleme e që kanë nevojë për intervenime ose thënë në gjuhën e popullit stentime. Pra, besoj se patë çfarë dëgjuat. Besoj që mësuat se për çfarë krejt mund të drejtojni këtu, e me kaq unë edhe e përmbylli këtë emision.